Sot ndodhemi në fshatin Selit, tek një nga fermerët më të mirë të gjithë zonës, tek vëllezrit Sadia, po qimi këtu bashkë me djalin, me nusen, me gruan e vet, kanë një sipërfaqe rreth sa dylum ishte çim? 1.4. Rreth 14 dylum me të miell edhe me kungull edhe me domate. Po veçantia që ne donim të vinim këtu është sepse ky është kungulli i zi, që është super cilësor, që preferohet sidomos në eksport, sepse vlerat e tij qëndrojnë, është rezistent ndaj transportit, ka shije shumë të mirë dhe mu më bëhet qefi që këtu është dhe djali, ti punon bashkë me nusën the, s'doja dili, po pse mos dili se ti ishe dhe i martuar dhe ne ku ta gjejmë që djem tri me një fjalë që kanë ardhur nga migracioni, investojnë këtu bashkë me prindërit. Si keni dalë? Mirë. Mirë, Dhe më mirë. Mirë, unë do t'ju uroj atëre një sezon të mbarë dhe që si familje madhe që jeni, ju uroj gjithë mirat. Faleminderit.